Shkurt, mas pari, unë të thashe dhe ma herët e kini në gjashmëri me 2 motrat. Po duke si 2 atë mi bo bashkë edhe në studio. Seriosisht, shumë s'kom pa, nështë edhe të komentojnë tjertë? Po, pak ma shumë me Aurorën, nështë ta që jena Bjondina 2. Edhe pak ma herët, Nita faktikisht kur i ka pos vjetë e mija, unë jem konë se ajën. E ta shte ajo të rritë, Aurora të rritë, jena bo një farë mikë se krejtë, kitë motrat jena pak si të njajshme. Shumë. Sa motra e ne? 6. Mashallah. 6 motra, se sa ma e bukër se tjetra? Po, Aurora është ma e bukra, dhe më dhoni ka morë pisë të cilës të veçori edhe në fund është për mua jo. Edhe këtu në studio e kanë thonë edhe grimerët që Aurora është ma e bukra brenda asaj shtëpie dhe pse dim që ka edhe vajza tjera shumë bukra. Ta zëmë është Benita, është Dolce që është komentu vazhdimisht, gjithashtu Eliona, po edhe Alba dhe Hygerta si një mes që ka qenë shpresoj se harrova dikon se për mua në kitë bukra aty brenda. A harrova dikon? Jo, më duket. Elionën, e përmajnë. Janë këtë të bukra, po tash ajo do të me ditë edhe me dalu të bukurën pak. Qështë është, Aurora është originale, qajo që e ka linë nona jem, qajo është... Pa intervenime, kështu që është e bukur. Edhe për i televizorët e që pa e thonë gëmere. Këtë përgjenë vajza e vetme, pra pa intervenime në shpe. Munën e vetë, buzën e vetë, sytë e vetë, vitlat e veta. Bravo. E njëjta. Ajo që pëzbukuran ma shumë Aurorën është edhe energjia pozitive, definitivisht, sepse nështë ajo mësu me po qikat bukra, po kër e ka një qëndrem mamen e madhe, dokën ma të ftohta, kjo kombinim i të dyjave dhe që ta ka marrë dhe ma shumë vëmendje. Është e qeltër me krejtë, e ka një energji super të mirë, dhe më thonë, këtë shpia e admirojna, si që të mëngjes, këtë që të këcy, të kënu, nuk e di. Këtë pak në ashtë se pe ka atë marrën, se një të ne kishë më ndryshë, më gjatë. Qysh po duken loj? Sepse nuk janë as pak në gjashme si karaktere, Nita që shpeqojnë sua Nitën dhe Aurorën. Normal, Nita është pak ma e madhe edhe është ai tipi që do të mi analizu krejt. E kom të sekë që kjo analiza e ti për pak është të e pengu për mdokët, se do të veç me startu. Kështu që Aurora është direkt që ajo njëta, nuk i vim me analizu heqa thojnë është shumë, veç të këshyrë që ato që i thu është i mbledh, dita ditës edhe shpërthen ty edhe mua nuk i qka pret për i saj. Në veç rujo. Shkurta, unë e këmë thonë, mu për vetë Aurora po më qenë ma shumë sa Suanita, për shkak pikërisht që është ma e gjallë, ama vëdu më nalë pak të rëfimet e tyne. Rëfimet e kanë hapë shumë temat ndryshme, po për Suanitën është gjyku me një anë pëse për fletë një histori që është mbyllë 4 vjetë, sepse me dokumente që i ka thonë që është ka folë për shfijumin e vetë, si dojë kemi ju këthy ati. Që është shëndran e vërteta në qëtë mes, se unë për eshe që është shumë e meshme, në disa debatit që i kom pa, që i ka të janë shumë të meshme, shumë din me argumentu logik shumë. Që kjo është e që mu pak po më pengan, pëse nuk përshfridzojnë që ata, po nështë adhe nuk po kanë fort me kanë një hiq ati debatit. Sa i përket rëfimit, jena mësu nga shqiptarët kur të ndahësh me full keq gjithëshysh për ish partnerin tënë. Tash një kjo që e thatë miren që nuk i ka bo kur gjo dëmë, kur gjo si ka bo dëmë një një tjetrit, tash pëse për përmen. Nuk ka të baj kur gjo me rikëthim, dhe unë jam e di sa këtë punë, po thjesht ka njerës që e din historina, për den panvarsisht që nuk është përmen si ka himrena, edhe e ka cek për nderë, tasoj familjes edhe që u konë shumë e privilegjume, u konë shumë mirë me personin fjallë, edhe pse ju me folë mirë për një diçka që e ka posë në kalumen. Në më thonë rëfem, gjithë shka që ka folë, e u konë e kalume. Në thonë e diçka pjesë e sajna shumë e bukur që u konë, e cekë edhe në rëfem edhe... Përmendja edhe një pjesë ma vonë që ka kalu një lloj depresioni, edhe në qëtë pjesë që do është pak më fokusu ju si familje që shë keni trajtu, sepse edhim që ende është tabu të flitet për Mire ka thonë, a i nga kom pak ma të vogla, dhe me thonë, atë motra tira nuk dina qka është depresioni, nuk dina qka është ankse, dhe me thonë, Sonita është e madja? E madja, po. Dhe me thonë, jeta e sajna u konë pak që e ka pru diri në qatë pikë, shkaku i muzikës, diçka që dënë me arritë nuk po mënësh, tani e ka pru dhejtë qajo. Nuk u konë me neve shumë e qeltë edhe minimuna, nështë edhe nuk jenë shumë dita, po dhe si nga konë treja. Po në qitë ko, nëse njënës për neve i ndodhë qajo, nuk besoj që kisha arridin qatë piksa që me hub vetën. Që ka cek edhe Nita, me shoqet vetë, dhe më thonë, kur teshe, një mutër ma të vogële, se nuk dënë mja dhonë qatë rëndesa sajna, e gjenë një mbështetje ma ledë dikon. E ka kalu edhe masi, e vrejshëm që diçka nuk është Suanita e njejtë, po sa rritë shumë e kuptu që ka.
Qështë thashtë së shqena, na njëna për neve i na taku me depresion a i herë, përveç sajna, po e ka kalu mirë, ma ndej, kur është ja ka njësë mu qëtësu, na ka të regu edhe të nkoni kena najtë ofër për çdo sa, kena thonë që është okej, një diçka që dështën, s'ka derë që e provën prapë, e vazhdon prapë edhe qaja u ko është. Qëshe ke pa, unë përdu me të pytë për Aurorën, pëlqimin që e ka shprej kushtrimi edhe potencialisht a kish mujt me qenë ndër juve ose a ju kish pëlqy? Qka i pëlqen Aurorës, na pëlqen edhe neve, po që a ka shprej që të pëlqim, unë nuk pëdi. Unë kanë qenë në darkën e të nominu... I tha, Aurora është femen e bukur, edhe se të moshkull i pëlqem, po tash do të me ditë që shpecej kësha të pëlqem. A i tha si femen e bukur, për ma shumë ju. Kërështë unë e mejtë të qajo, për ma shumë ju. Me pa sillet e kushtrimit ma ndej, a i diqysh si kur ka dosht me, po e them thojta me zaptu pak Aurorën, se thike pse po i thu shok banurve tjerë, ose ka një herë lipke logari në formë gjelozie, në është ta hajgare, po pse përën me XDM. Pra da i po them pëlqim në është ta përtej si femës, pavarësisht fa Aurora pëlqejet normal. Aurora përtej asajna që mënet me vrejt me shaja trupit, aso pa ja thonë me fjallë, nuk merë për bazë. Kështu që po besoj që se ka marë për bazë, shka do që tu i thonë, thjesht shoqnin që e kanë me ta, për pirrihet. E kanë qatë energjit mirë, po bojnë hajgare, po fullin, edhe qape nëse i ty të me të hatrin diçka që atë thëmë mëne, ma ndeja po munot me, që me të thonë, me pytë pse, që atë me të hatrin, i diçka, po dhe nësë s'pe kuptoj pse po shkën drejtim që asajna, po s'pe di që shpo njëherë. Pra, s'pëshen e simpati, s'pëshen e farë simpatie mes kushtrimit edhe Aurorës, diçka ma serioze, E një anshme, në veç për kushtrimin ndaj Aurorës, basë e po për Aurorës ndaj kushtrimit, jo. Qëfar ti po i pëlqenjë të është? Kur është këtë qenë si ta? Aurora nuk konë kërë dashurume. Motra një ma mirë, Aurora. Po, në bon, Aurora s'u konë kërë dashurume, as nuk u konë kërë në lidhje, e ka cejk edhe vetë. Aurora është do të që ajo tip që është, dhe me thonë, do të ndi e veçantë. Edhe mashkulli që e konë kra, thjesht nuk do të mi bo shumë pytje, shumë presion, jo ane, jo kënina, ajo nuk e dënë që atit mashkull, të dënë pak lirin. Edhe, po të bo që thojmë ne. E kemi pa shumë fokusu me Aurorën lojës se sa Suanitën. Po e penalizon Suanita Aurorën? Pak po. I kështë po atë vetme aty brenda, ose vetëm Aurorën? Unë e kom prit ka gja shumë prej Suanitës, se ja di potencialin edhe di që ka kish mujt me bo. Unë e po pres që ajo ljabin me qitë jashtë, që ato së shtu e bo, edhe po më pengon që ajo që s'pe bën. Pse, mundet, ka kapacitet me qitë ljabin jashtë? Dhe me thonë me dy poteza ljabi del jashtë. Qysh? E del Suanita e di edhe unë. E kemi pa pak disa që e ka përmend, vesh shumë si hije, do me thonë ka 20 sekunda, pikapet edhe po ikë ma Që ndej. kjo është, apo den, vesh me vazhdu me që ato, ljabi del jashtë, se ljabi qaq den qaq bën. Dhe me thonë nuk din me të argumentu që ato që ti e thu, edhe me thonë një së është diçka nuk din. Ka shumë fakte më do këtë për ljobin, Suanita. Ka fakte? Aja veç po blokon, ljabi po blokon edhe mu që kjo po më pengon drejtem që asojnë është ka. Edhe a thash pak atë natë. Pra, pëthu që Suanita din dhe shka për ljabin, që në rast që dim rana lojës me është frizu, ljabin e qatë për vetës. Pse nuk është frizu? Po dhja. Që një një drënë thu joj qik, e din mo. I thash atë natë duke të kukon asë një musafir që i ka dhonë informacion ma shumë. I thash vazhduhe që ato dhe i më fund, thash pe dina për kënë e kemë fjallën. Po edhe mu po më pa nërvasë. Unë e ti 4 vetave ti ke marë bërgjë diçka për me hiqë qëto dhe ju ke premtu. Ajo, dhe me thonë ato mujna. Dhe me thonë, është nga të smu, me quti konkupaton, po nalje. Edhe mbromja, tha, edhe gjatë projmit. Plus është në televotim, kish me qenë momentin nëse kish dasht me u dëshmu si lojtare fort, me qitë ljabin, që është një prej lojtarëve më dëshuarëm që se kësha me bëndë fort, as kërësor, se shpresojmë që lojtarët e tillë nuk na përfaqësojnë në lojrat e bigut. Dhe mënë tipin si aj, mënet me qitë jashtë aj, qaq den, qaq bën, thash. Ka pas debate, gëgja shumë me ljabin Suanita, që keni pa e si familje Suanitës, a ka pas ose kërë një prek për njërë se qysh kanë folë, se qysh kanë debatu? Jo, djabin e njohim tash, aj përveç ofendimeve nuk din ma shumë, e njëtën faktikisht që ajo pjesë për pengon pak, se babi ka thonë, aman veç me ljabin më su merë. Ljabi prap masojna. Nuk është ta që po mirët me ljabin, po ljabin me to, dhe që po më pengon që po do të po mirë një me mu.
zotni, na po shohim. Ama fiks, Suanita ke që tha, në mëngjes shohet të qikat mirat, familjes mirë të dukume, mas ditë, një diçka ma vogël. Jo, se këto kështu tha komplet e ndronë fjallë mërëna nështë gjysore, 2 ore, që nuk mënesh me ndryshu për shtypje veç pëse ke pas një debat me një person. Jo, do me do ndryshme mirë. Mu Aurora ku ma ka marrë zemrën, kryesisht ka qenë një debat që e ka debat, diskutim me Klodin, edhe me thonë drejtën, dërin që atë momentin se ku menu që qajo qik mune me konë qa që pjekun emocionalisht. Shu sinqerisht po thomë, unë për veti që kom thonë që i kanë hy vonë, nuk është që kanë pas famën matë madhe në vend, edhe adin jëmë konë skeptik për lojnë e tyne. Me qatë moment, njërën se që shka argumentu Aurora më kish marrë malli, një banor, me ditë për çka qëndrën e me thonë qëre vla, qëtu je gapim ti. Shu për një men nuk e kësha pa din qatë moment. Po, më intereson me ditë se Klodi e din, besoj e gjelozën Aurorën, për shkak ta fërsisë Aurorës me lëndrimin, se ndodhë kësa qysh përsheni jo dhe qka është lëndrimin jetën Aurorës. Ose veç të sanet në sy. Apo dhe këta janë mësu pak na përqoshe me folë edhe veç mi pas sanet në prime. Është dikush që ta thot në sy që ato që realisht është ashtu, dhe më thonë nuk e lunë topi, ato që e thot Aurora se lunë topi se e dim sak që është ashtu. A është hy Aurora në mes të Klodi dhe lëndrimit? A ka hi pak me qatë plan, me ndiku të treshi për sheshi, të marrë parasysh që kemi ditë që janë viral. Jo të treshi për sheshi, Aurora nuk ka kur gjo me Lionën, apo dhe më thonë zero. Ajo ka pos veç me Klodin. Po njoni për këtë në mendo dihet që prishat. Qështë me Klodin? Ka dash Klodi me largu prej lëndrimit? Jo me largu, po veç me ja thonë që ato që djali e të lujt, apo dhe më pedina këtë që e të lujt, që e të borë prime, gjithë prime të dollë me her me Benitën, her me Lionën. Po ata më pedens, E do me thonë edhe Leve vogël, po dhe tashti, ajo lëndrimi edhe ka cikë mrena kitë ndryshe. Jashtë Aurora nuk jenë që e kam për cilë shumë bigon asë njona. Kitë që ako mujtë, një 2 ditë para se me hi, një ditë, ja kom thonë qka qysh tek, apo dhe nëse unë ima e që për Se s'kine te më shkurt, se nuk kine te. Ja, dash mundësim ty në dyjave. Edhe kom thonë që kjo qështu, se nuk është që e kam për cilë shumë. Edhe Aurora ka ditë ku me hi, normal ato shfrytzohen, apo dhe po unë thash mos t'i shkon njita, Aurora nashta i shkon pak ma edhe as t'halo. Edhe Benitën prom, dhe më thonë e kom prit me Benitën me a thonë që ato fjallë, se aja do të mjë do, tha Aurora kështu. Sa? Qka i tha? I tha për pjesën e Klodit, për pjesën e gjelozis. Shumë e bukur është Benita dhe ja të seke shumë një shumë e bukur, po pëse gjelozën. Dhe më thonë një kompliment asë një femrës nuk ja e mrena. Ja nisi, del të Klodit, del e Benita, i boni pak luga dhe do lja. E s'kaloj, po, edhe një pytje po. Jo të lutem. Sepse do t'jetë pytja e fundit kjo që e parashtrojon. Po mund vazhdosh. Më intereson me ditë, a i shet qikat nalt në garë? Tash, t'i shkon, po flasë shumë sinqerisht, t'i shkon vetë Aurora, po. Aurora gjysën finalen, edhe finalen kishë pas mundësi që i kishë kap. Se e ja di kapacitetin edhe di që a kishë mujtë me bo më nëna. Forca Aurora, moj. Komunikojnë pak me telepati se shtu janë ofër shumë. Më vjene në jarë kënejmi ndë gjupat. Kishë gjithë të ditë. është bo viral edhe një video, Suanita duke bërtit prej bomës trëfimeve. Kanë qenë konfuz njerës, a është apo nuk është Suanita, është sqaru kjo pjesë edhe në Prime me Dini dhe Suanitën. A është e tilë Suanita që ka i ndodhë qikës, se gjumën e kishtë shanjtë, këto e kemi kuptu edhe na. Po, normal, është i pa gjëmë, nuk muna me funksionu asë një. Edhe ke që ako marit me kuptu është që prej që ka një, është me 2-3 orë gjëmë. Edhe banor që e kanë diskutu mrena, që s'po mundet me flejt, unë e di ajo dhe në shpi flenë vetë, dhe me thonë nuk dënë zhurëm, nuk dënë kur gjoheq. Ajo, dhejtë ajo bërtim që ka rritë, është presioni pak edhe nështë unë e, që shme thonë, nuk e kisha cek, po e pe ceki për shkak që nuk është marë për bazë që ajo, edhe në qatë qëllemja, thash atë natë. A i e mirë, se s'po të shë që i e mirë, se diqka që po ndodhë mrena, do të mu diskutu. Ajo veç do ljashtë, dhe që është bo një buj shumë të madhe, edhe një 2 herë e kom ngu, a është njita, a nuk është. Kërë që po, dhe më thonë e veç është pa gjëmë edhe i ka orë që të që thonë na, dhe ka eskalu pak. Po, pe pranoj veç për shkak që me një emision ma herët, ja gjojtë një banori tjetër, edhe ju një diçka që nëse unë e ty du me të qitë mirë, ama aja nuk po da me të lonë, do nga me pranu që është njita, nuk është dikush tjetër. Se pat Po, ndosë që ajo. se thanë që është njerë Eliona, po kështu që mirë. Edhe arsyeja pse në qatë notë nuk e në prime, në basë që soj historijes të mëngjesit, dhe nuk e në prime, po ju njita u kone dhe nuk është marrë parasysh, heq.
veç atë natë që i thashone, andej dini e pytin dhe trafimit. Po shpresojmë që Po mirë tash po flan. Po flan tash, është adaptë. Mirë shumë. Shumë faleminderit shkurta që ke qenë me ne. Faleminderit edhe juve, nasi edhe për mu. Takome shpresojmë sërish dhe shumë suksese edhe Suanitës e Aurorës në këtë udhëtim. Besoj që të mira do t'i presin edhe po besoj që po mirë. Suksese. Kemi një shkputje shumë shkurtër, takome pas pak qastësh, miqdashur, që ndroni me ne. Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. But somewhere I'll go and hide, looking for a new start. Yeah, somewhere I'll go and hide, looking for a new start, for a new start. Looking for a new, looking for a new, looking for a new, looking for a new. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, don't wanna be stuck in this town. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, looking for a new start. Blinera është bashku me ne në studio, miq të dashur, dhe do flasim për të rejat e fundit brenda shtëpisë më të famshme. Mirëmëngjesi, Blinera. Mirëmëngjesi, Gonxha, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes bukuroshe. Sa si kom pasë, unë po viju për shkani. Shumë sot vendosa me ardhë herët mi u pa dhe juve. Shumë faleminderit që ardhë me na pa herët. Kënaqësi. Unë e di që s'ki qare pa i përcjell sepse je qëndron kitë mrapa Big Talk, kështu që Shumë jam lodh. Shumë jam lodh. Puna e madhe. O zot. Haj qa me bo, dhe pak po krye, tani na mungoj neve, një muj si të bo që përfundon Big Brother, na e lypi një Big Brother tjetër. Po ti e ki gjithë këta banorë, kemi pasën privek, shu që s'kam vetë mungu shumë. Ashtu qarë. Dhe i sa t'ja njës këmi pas qytet, u sil me ta. Mirë, po flasim për disa prej dinamikave të fundit. Agon, po nisim me dënimin e banorëve, që ka ndodhë në brëm. Është e vërtet, vllai i madh ka dënu me heqje prej 10.000 euro për shmime të madh banore për shkak të thyrjes së disa rregullave. Kryesisht kanë qenë informacione nga jashtë edhe të folën në vesh njëri me tjetrin. Kanë qenë pothuajse të gjithë banorët e përfshirë. Kryesisht ndoshta ka qenë Liona ajo që ka qenë pak më shpesh me Klodin dhe me lëndrimin, treshe për sheshe, që kanë pas komunikime të vazhdueshme në vesh, po kanë pas edhe Dolce, ka pas raste, edhe Aurora, ka pas raste edhe Arditi me Labin. Është ra butrin t'i meri me Finemin. Është e vërtet. Kështu vetë shkon prej... O, jo më ditë, të me thonë si telefoni të vesht, e loja, vetë shkoj ke lëndrimi të vesht. Masne lëndrimi kja e që a përcili Klodit, edhe lëndrimi kja e që a përcili po ashtu edhe e Lionës. U bo Finemi edhe... Butrinte, se më s'pja kuqe, jëmë bo banor të asaj shtëpia. E vërtet, po për mu shka kema problem ku nuk ju bënd që urdit të vllau të madhë, menoj që kur vllau i madhë i thëtë për shamë kujdes mikrofonin, ke rasti Dolqes për mi largu syzet e djelë në rana shtëpis, menoj që këto gjana e pak kontestushme. Nëse ka zoj informacionin vesh, po se e marë mikrofonin pak e shenë, nuk e din sa specifikisht për shka. Po nështë ai kanë nevojë me folë aty këtu na i qka, se mos harrojmë që 2 muje e diçka janë. Dyqysh në Big Brother fjalla kyqe e Big Brother është mikrofoni. Ti keme pa që atë mikrofon gjithkon edhe mu quti me nalë mikrofonin, unë përmenej që shumë mirë ja bënë me qatë dënim. Edhe pse shumë a ke pak maramense, po nuk marim vesh në ndryshe. Pak e vogël ke ton... E 10.000 euro. 10.000 euro nuk e... Edhe një 5.000 jashtu se prap kanë jënë këthy në gjendje... Sigurt kanë me bu najse. Sigurt kanë me bu prap najse. Mësë marim vesh për pas tërtikin a hek dorë, dhe asaj pune. Asi kjo e Transparenca me publikon, besoj që kjo i shdo është me qenë shumë mashtesuse dhe po shiet që është mashtesuse edhe për shumë mirë që u bosi e pa me dhe nësi klip kush qka ka folë, se për një me jashtë në rrjetet sociale në media e pa që në momentin që dull Eliona për i shpis, më njëherë u dun që Eliona jashtë e ka marrë vesh Finemi o shtrej me butrintin. Në ndërko dull që Aurora nga ka hi pak si... Në më të prapëshin që Eliona ka pas me Finemi në para formatit.
Që ta është a ludu? është interesante që ajo pjesa afërsisë, unë i pata 2 miq të Elionës në prive edhe shumë kja është kurioze me di që ka ndodhë mes Finimit edhe Elionës, thanë që me gjas është veç të e shfrytëzua ato edhe në atë klubin që ka qenë, Eliona ka qenë veç si në formë reklame për klubin, ka qenë si influencere për imazhin e klubit edhe veç ka qëllu të këndu Finimi. Nuk më me mohu që ka simpati për Finimin si këngëtar, po me sa thanë shokët e tyne, ata nuk është që kam pas afërsi thjesht Eliona përshfrytëzon, se e din që qarkullon një video jashtë edhe përshfrytëzon faktin, momentin, për kënën këngën, për mundon me marrë momenti që ashtu. Ka ditë goxha mirë me shfrytëzu disa situatat tilla, që thë ke Benita, 18 vjeçare, po den shumë mirë. Shumë e këfelt. Qëto ditë e fundit e ke po sa bukur po veshet. Shumë bukur po veshet edhe ka bo shumë mirë që i ka shkurtu ato flokë, se na ka hongër me atë gjatësi deri këto. Edhe nuk ju bëj shirmir, as nuk ju feni ratshen, tash po shohim Benitën me flokë pak ma të shkurta, po i mirë mban flokët, po duket shumë ma bukur, po i feni rat, po i drejt ka pak, i rrinë shumë bukur flokët. E nana e Benitës, përshëndetje, mirë mëngjesi, ajo na shikon, shiku se unë e di që përna shenë këto momente, në za. Edhe për Bella. Po, Bella personazhi, ama e pa që Bella dike kon me dash kon jo. Kjo shumë interesant. Ja ha zamrën, nuk e doj ke lopin, se e di ke Ja ha zamrën, nuk e doj ke lopin. Jo, ja ha zamrën që se doj ke as dikon tjetër, Ludon. A ja ha zamrën që e mbroj ke Albën, po. E ki pa që mbron Albën prej limit? Edhe Benitën që shënë brojka, unë mena që Bella ja u pruni fan energjie pozitive. Informacione prej jashtë, ka si unë, Bella. Me dita ata që për një me Bella ju ka sill informacione nga jashtë. Nuk po di, ma nërë të analizu situata. Ludon, Labinotin, personazhet që jashtë konsiderohen ma që bojnë lojë negative, ose si negative. Edhe Ludona? Edhe Ludona. Apo është që gjithë shka rrjedh prej energjisë, pra. Jo vështë të na njerës. E kur jemi të energji nështë mundën e pas për informata shumë të pak të ambi Kosovën dhe gjithë shka, kjo vërtetu me quizin dje. Shumë po më pengon kjo për ndryshe mu shumë, se me qenë Big Brother VIP Kosova dhe mos me ditë se kur është shpall, pavarësia e Kosovës, Alba, se Alba e di që se ka ditë, me jahu që atë shumë me thonë me 18 shkurt, nuk e meriton për me qenë atë branda, le më finalë ose me fitu. Mu po më duket pak... Me marshme prej Kosovës, prej një vendi, ku nuk e dinë asë pavarësin. 18 shkurt, shkurt nuk e di, po më duket 18. Kjo ke një huqe... Edhe fakti është interesant është që gjdo vit bojë që ke lojnë në Big Brother, vëdi nuk ja huqen asë një vit prej edicionit të parë, dhe i tash gjdo vit bojë kjo. Henë për këqyrisarmet bazike para se me i sigurohë se është diçka që për një ma, jove që na njëm keqë si njerë që jena të Kosovës, për dhe ata dalin shumë keqë për momentin që se di. Pak është një realitet, që ka dhe djem është një realitet, i unë dhe gërho dhe burra, që nuk i din, dhe që ju intereson për, dhe me thonë që kjo është jeta, po shumë keqë që nuk i din, Agnes. Që qito sanet bazë, nuk i din, dhe me thonë është realiteti unë, për që ta na flasim për Big Brother ju kupi marin, jam përfaqësues tonë. Nëse na e dim pavarësinë e Kosovës e krejt që dohet një shumicë e madhe e influencerave që rrit në TikTok nëse kanë hina herë me këqyr, histori ose diçka nuk ju intereson absolutisht. Po ku janë shkollat më Agnes? Ku janë shkollat? Cilat janë huqet që i bën? Shkollat i kanë kalu tu ikë nisur nga Alba, po e nisim me qenë se përmenda Albën. Besoj që keni informacionet e plota për Sislim Banor? Po, Alba e pat huqen për pavarësinë e Kosovës, mande e pat edhe që po i them atu pak ma të mdoja që ngatroj Ibrahim Rugovën me Hashim Thaqin. Do më thonë që të e pat një konfuzim gogja të madhë. Vetëm një e ka ditë, veç Ramush Haradina ja ka qëllu. Fiks. Pastaj e patëm Benitën që pat huqe totale, ma djasë për... Ashtu, pa dalë të Benita, besoj që është skandaloze, mos me dalu kush është Ibrahim Rugova edhe si duket Hashim Thaqi që janë dy figura, dojmë apo zdojmë tepër të rëndësishme për historinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës.
Alba. Unë që të dasha me thonë majrë, qëre, unë nuk pres për këtyne banorëve që funksionojnë industri të ndryshme me ditë detaje rreth geopolitikës vendit, rreth historisë vendit. Nuk e ditë as me kënd kufizohet Kosova, Alba. Nuk e ditë as me kënd kufizohet Kosova. Po vjen keq që Alba aty në shtëpi, kur mban ligjërata, ta mërmendja që kjo është një enciklopedi dhe i ka gjitha informacionet e dura. Informacione bazë për atë shtet në cilin te fut në Big Brother të ati shteti. Me vetë sa flok i kalimi e din për Polimin është interesuar. Ama për shembull, për mua është edhe një farë klarifikimi, sidomos me këta të diasporës që ku nuk i din çdo gjëna, neve na duket si interesant, a din që na duket si lezetshëm, që nuk i din fjalë mira shqipe. Unë mendoj që çdo njeri jeton ose nuk jeton në Kosovë. I thot vetes shqiptar ose jo, duhet çdo gjëna bazike me ditë për historinë e vendit tonë. Shpallja e pavarësisë, disa liderëve kryesorë që kanë kontribuar, a din këto është marrë për minimin tim, mos me di. Pra nuk presun që ata kanë me ditë sot kush janë ministrat e kush është kuvendi jonë. Aq më pak që të izoluar dhe na patëm një dramë kënej politike. Po në anën tjetër do të thotë gjëna bazike. 20 vjeç e tutim, Dolçe nuk e din, domethënë çka është mas pare UÇK-ja, po më e thotë që është ushtria shërbimtare e Kosova. Pra nuk e din as akronimin e pilot se ushtria shërbimtare e Kosovës, po prapë është njëjtë, ama i duhet shumë kohë me mendu derisa e thot fjalën si fjalë. Atë që për mua pra po thëmë, i thonë vetë shqiptarëve se ditë si gjana bazike, do të thonë UÇK-n pavarësinë këto të din ai kush është, s'u kanë kur në Kosovë. E jo dikush është Big Brother vetë Kosova që po ndjekët e është aty edhe është pjesë e këtij formati dhe më vonë ka me bë famë, ka me bë parë në krah të shpinën njerëzve. Pret vota prej Kosovës, Shqipëri, po them, nashta edhe më gjerë, po pret vota prej Kosovës. E kemi pa Dolçe për 5 ditë. Person kur nuk t'i din senet bazike, është budallak. Për 5 ditë në Grande Fratello Dolçe atje ka fluturuar mu bu italiane edhe u ardh këtu s'ka bu kur gjë, domethënë që kjo interesime ndaj Shqipës dhe shqiptarëve. Tjerë banor Benitën ke... Po, Benita Snovkën e vetë pyetët se a është me benzin apo me dizel Bugatti dhe pastaj ajo thot me benzin, kur dalë jashtë thojnë me i tregojnë banorë që është me dizel. Ta bjenë shumëzimit ka përpos ludos që u kanë goxha i shpejt edhe lëndrimit. Ta tjetë me gishta. Ta tjetë me gishta e kanë logaritë dhe kanë pos goxhat vështirë, shpesh edhe i përgjigjet jo të sakta të figurat, po edhe kushtrimi ka qenë mirë. Nuk pas ka Bugatti dizel për ndryshe sa për informacion, kërë që Benita ka qenë sakt. Benit. Po banorë dhe më thonjë. Ja kanë huq banorë të vonë. Mas një ke edhe rasti e Lionës ku nuk e di që është FSK-ja, i tha federat. Dhe më thonë prapë, unë e kuptoj që jënë rritë jashtë gjonat e tjera, po mos me di çka është FSK-ja, nuk është diçka për cilin do të mu krenu ose mu justifiku individi. Ju familje që jeni shqiptare, po dhe ku do që jetojnë, olni fëmijët e juj, tregoni të gjana bazike, tregoni çka është UÇK-ja, çka është FSK-ja, kush e ka shpall pavarësinë, kur është shpallë, kur janë lufta, kur kryhet, kush është president, duhet me ditë të gjana bazike dole aty. Po zamë është ofendim për identitetin tonë. Na e festojmë 17 shkurtin, 28 nëntorin, po besoj që për një me krejt shqiptarët, ndjemi shumë mirë. Unë e kom djallin 10 vjetë, i dem me 17 shkurt festohet si me 28 nëntorin. Unë e festoj njëjtë personalisht me familjen time, na familjaresht. I apim rëndësi të njëjtë, sepse është të paktën, na kemi përjetu pavarësin e Kosovës, unë e kom punu për pavarësi, edhe është për një me për mu është unë e ndjej ma shumë se sa 28 nëntorin, sa do që është 28 nëntorin e shënon historin, 17 shkurti është një aktualitet i joni, që unë jam e lumtur që e kom përjetu edhe është marre për një me, mos mi ditë që to bazike shtetë ndërtimin e Kosovës, sepse jemi një vend që sa e kemi kalu luftën, jemi një prej shteteve, prej popujve, që kemi mbjetu shumë, që të realitet mos me ditë na të jetës tonë, atërë na po e humbim identitetin tonë. Duhet me ditë nga jemi, kush jemi. Mos me njoftë, të qysh... E kush është taj? Shaqirin, mos me njoftë. Kërë unë menoj që për një me Big Brother është te për risk që e bën që të sajnë, se na i qëtën pa djenin e njerëzët të cilët jetojnë në Kosovë dhe jo vetëve dhe për një me është diçka shumë e keqe, po në anën tjetër menoj që e bën shumë mirë që e bën çdo vit që të sajnë. Se është tepër e rëndësishme me me çka po obsesionohem na së shikus, me cilin njeri po obsesionohem, në ndërkohë ata nuk e din. Qëre, për mu ma skandalozja u konë data e pavarësisë e Kosovës. Shumë, po. Te Alba skandal, ta 18 shkurti. Që ajo është ma skandalozja. Alba ka ditë më duket veç një, veç figur, ka njoftë Ramush Haradinajnë. Fatë mirësisht. Diqka bile. E është mirë që e bojnë se dyqysh e shohim na ku jemi, e shohin ata ku janë,
inshallah nuk i harrojnë vedo se na ndalën dhe një muj besoj prej përfundimit të Big Brother, inshallah kur dalin nuk e harrojnë me thonë leje se ko ka harru çka pas na thonë, inshallah e marrin pak më seriozisht çto dhe e rëndësishme është me mësu ata. Ti dusa në të paktën bazike se çto kanë më zhvilluar. Ta historisë po din, Në këtë rast zgjojnë debat, gjithsesi zgjojnë debat. Dhe Goxha Miri ka ditë përpos në rastin e mikut ton Nasim Haradinaj, një tha Goxha shumë si Lutfi po mdoket, po pastaj u kthy edhe ju kujtu edhe vetë Nasimi, po e kemi po që persona që jetojnë në Kosovë pa dashur me kur farë lloj dallimi, për shembull kushtrimi ka qenë goxha i mirë në këtë sfidë, qoftë edhe për kaona matematikës, po edhe në njohjen e personazheve, përpos matematikë nuk i gjykoj. Po, ama tabela shumë son klasë të re, diner. Tabela harrohet me ditë tabelën e shpenzimit, nuk është një. Ama vëllai sa diminuon shumë mirë. Ti di në meta të bajnë më sa kanë një, sa kanë dalë. Jo, duhet me ditë, janë gjana bazike, more. Kjo për menimin tam është për një mak shumë i farë ofendimi që bën inteligjencë dhe dizonizëm. Edhe nuk i marr me anë edhe prapë se gjykoj. Po, nuk e gjykoj ashtu. Se tabela shumë deri te logjik. Po jo, çito gabimi që krejt e bojnë te tabela shumëzimit. Nuk duhet më mësu për mansh, po është logjik. E logjikën e tabelës shumëzimit për një me duhet me ditë se cili person. Është e thjesht. Është e thjesht edhe është baza. Nuk po thojmë na formula sinus, kosinus, ekuacione e tjera. Formula Pitagorës. Nëse nuk e din logjikën e tabelës shumëzimit, ti s'kemi ditë me menaxhu kur gjoheq as paret e rrugës tonë. Shumë ka trojtë ndërtuar mbi katit është barabar me shumë ka trojtë ndërtuar mbi hipotenues. Po si menaxhojnë, nuk rani neve. Thjesht ta mësojmë pavarësinë e Kosovës, Allah. Çika që jafton për ne. Po nuk po din me llogarit, për çata Diti është interesant, i ka ditë krejt përgjigjet e banorëve tjerë kërë ju kanë bërë pyetjet, po kruar punat e të vetës. Ka ditë veta. Do më thonë, uronë sy që i ka ditë krejt përgjigjet, qa do që i ka bërë pyetje banorëve tjerë kruar të vetat si ka ditë. Emocioneve. Po kur dalin të tabela u pyet, zonë sa të këtë gjëpi harru. Dar diti për ka emocione shumë, ka pa nona, që mi thonë. Por, kush për dalë nesër, kush që shumë preshmërit e juja që kanë me dojnë? Ajtin problemi jam është unë nuk gudzoj me kalzu që apo kom qef me ndonë. Se ma ndej nesër, mas nesër unë ku përballë e qatë njerë. Jo, fal ta. Jo, se ti e pjesë për bërse dhe kurse e... Për arsye të lojës, për mënyrë se që ka zhvillu lojën që aty mrena, unë preferoj me do ljabi. Se nuk u konë korekt prej ditës së parë. Edhe menoj që edhe ljabi, edhe Alba, janë tepër njerë që bojnë drama. Në një reality show që është Big Brother, është e vërtet që të duen dramat, mirë po të duen edhe pak momente me lëshue dhe me thonë okej, për relaksona, është momenti jam, po du mu knaq pak të ikshur Big Brother. Këta dy në asnjë moment nuk na i kanë dhonë që ta në këtë reality show. Në momentin që është Alba dhe është Labi në nominim, unë preferoj me do njëne prej tyna. Mirë po nuk e di sa për vota, sa për sene që është në publik, menoj që ma i rrezikum është kushtrimi. Kushtrimi mos të harrojmë që ka edhe Goxhani, ka bëhë shumë fansa, i shpëtoj nominimit kalum. Ka bëhë fansa, ka bëhë emër, e shumë besa dhe në finale, sepse na e dim që shpesh edhe djemë të mirë, apo vajzat e mira mund të arrin finale. Kemi pas vitin e kalum bilionin, që edhe ka fitu shmimin e madhë. Unë e kushtrimin për një me e shë në TikTok më delë te për shumë të kënu, mendoj që ka shumë kapacitet me bu biseda të meqme edhe me Edhe ljabi ka të më që nuk e bën brenda shtëpisaj. Nuk e bën, mendoj që nuk e gjenë vetën me njerëz me drama. Unë personalisht, nëse isha ku në Big Brother dhe e kësha përball Albën ose Ljabin që i bën që ato drama, unë kësha vendos me hishtë edhe me shku ma mbrapa, se thjesht ajo idea, që ajo energjia që aty ta jep, që ato që të je ose si je. Apo do shta edhe runë vetën, pak nuk donë me u përly kushtimisht, sepse ka një karrierë gjatë përpara dhe nuk donë me ranë në ofendime dhe në nivel të Ljabit, se e dim Ljabi ka rreziku shumë. Kushtrimit është janë api atyre personazheve që mendon për një me për ato që ka me bo jashtë dhe mendon që me dojnë prej Big Brother i duhet faqe bërë. Me dojnë ma shumë i duhet me dojnë faqe bërë. Po mu nuk më pëlqen banuart për shembull si kushtrime, ka ne patëm tjetër, ardite, po ja u lojnë hapësinën. Okej, unë po të rrekna prej Albës, unë po të rrekna, po i këshoja rrugën që dojnë, edhe ata po dhezin.
Këta me intelektualitet, edhe nëse ishin kom për një me neve për na dokën, po ka që sa pishojnë pak për na dokën, smart, po ma smart ishin kom nëse këta me intelektualitet i këshin qitë një hijet qëta dramatikët, se qëto është inteligenca a lartë, Harrojnë që ata jënë mrena pa do të më përballë të dy, krejt janë në loj, po nuk ka të ba informacioni kur ti ki përballë një Funksionon intuita ndonjëherë. Po dhe po edhe albën, për shembull, të kisha pasur në përbara, nuk kisha mujt me lojnë që atë albën, pa ja bu bajat edhe pa e përmbledh. Nuk është me ra në nivel të qasaj, nuk është me ra në nivel, po mandej tu të rhek, ti rinhje edhe le albën me qenë mbretresh. Jo, aty janë garë të gjithë. Edhe të gjithë do të me marë hapsiren e vetë, edhe mu po mungën që ka hapsira intelektuale. Hajt nësë për përzijim se këta po vlazin pa lidhje dhe pilojnë me full pa lidhje të nditën. Kërkush po full menqëm. Hapsirën se nuk t'jepet. Unë e tje thash, Arditi dhe më thonë që 3 muj gati o të prit një debat, a i mundet me involvu. Kur mo? A me qunë kuvend, kur del me bo, debat konstruktiv. Ama veç që tha për më prekën, herë tjetër, banorë nuk duhet më prekë, për shamë toni nuk ka artu veç për shkak të disa gjana që këna thonë, me të mene që sësiri banorë duhet më përbalë me gjana që kam bu branda, me njerë që kam pa. Që se për ju konvena, kur për ju thonë a fjallët mira, kur për bëni gjeset mira, do një me planu dhe kritikat. Falë, Toni, ku boj famshëm? Ana u ka iknu Tonja. Jo, ku boj famshëm? A këna njohë ma herët? Se është i famshëm, a? Peg. Pa i qëtë sa ka marrë famë për i bigu. A është halo, se s'pesha mo. Nuk i di ashtë të pas të harru që është i famshëm, po të pak në edhim që kitë famën e ka marrë të Big Brother vë Kosova, kështu që s'ka pytjet